Apo na një algoritmi I platformës Wolt më mirë se sa njerëzit tonë të afërt. Edhe mundet nuk është çudi. Një restorant mund të rrisë shitjet pa rritur cilësinë vetëm duke u pozicionuar mirë në aplikacion? Është e pamundur. Wolt nuk është se investon shumë tek pjesa e marketingut, sepse fokusi është që investimi të jetë tek eksperienca e klientit. Ka vetëm përfitim. Sa mund përfitojnë? Mund të them që shumica e bizneseve që janë në platformë I kanë tejkaluar pritshmëritë. Cili është shembulli I suksesit me të cilin ju krenoheni edhe që ja ka dalë fare mirë? Sot po e nisi një rrugtim që e kam në zemër prej shumë kohësh. Podcasti me mua Gresën do të sjell në qendër të vëmendjes rrëfimet autentike të bizneseve të ndryshme të cilat kanë se çka tregojnë, sidomos për gjeneratat e reja që e sjellin në vëmendje edhe afarizmin e suksesshëm dhe një rrugtim të tillë. Unë në këtë epizod të parë kam kënaqësinë që ta mirëpres Lisandri Dragoj, I cili është drejtor I përgjithshëm për Wolt në Kosovë dhe në Shqipëri. Zoti Dragoj, mirë se vini në podcast. Përshëndetje Gresa, kënaqësi, faleminderit për ftesën. Po e fillojmë me një historik të shkurtër të Wolt dhe për rrugtimin tuaj se si u bët pjesë, jeni I ri në moshë, Wolt është po ashtu një nismë e re, si a delni? Relativisht I ri do thoja unë, pasi mosha mesatare e punojësve të Wolt është rreth 27 vjeç. Edhe theksoj këtë sepse është një kompani që është në fushën e teknologjisë, është shumë dinamike, zhvillohet shumë shpejt dhe përgjithsisht janë moshat e reja që përshtaten me këtë dinamizmin edhe me teknologjitë e reja, e kjo bën që detyrimisht edhe stafi të jetë një moshë relativisht e re. Faleminderit. Po ju, kur e filluat realisht, e gjetët një vit më parë. Wolt ju gjeti juve, apo ju e gjetët Wolt? Ishte pak nga të dy anët. Domethënë, unë kam qenë në fazën e kërkimit të një ndryshimi. Unë vi nga një eksperiencë në fushën e teknologjisë, në kompani teknologjisë, telekomunikacion, për 16 vitesh, dhe mbas kaq kohësh isha duke kërkuar diçka që të më motivonte pak më shumë. Wolt ishte në kërkim të një menaxheri të ri, po themi, për shtetin e Shqipërisë dhe Kosovës. Aty ne u puqëm me njëri tjetrin, duke qenë se Wolt është në fushën e teknologjisë dhe praktikisht plotson atë që unë isha duke kërkuar, që është nevoja, po themi, për të kontribuar në shoqëri, për të dhënë diçka më shumë komunitetit, me më shumë impact, ndryshe nga telekomunikacioni që mund të jetë kthyer në utility, si uji e drita, që është domosdoshmëri. Wolt ofron një shërbim që nuk është domosdoshmëri, po plotson një nevojë që është shumë e madhe në komunitet. Megjithatë, nga kjo nevoja e madhe për komunitet, në një domosdoshmëri po kthehet dita ditës, sepse ne I shohim që na është lehtësuar jeta përmes platformës së Wolt dhe po ashtu përmes shërbimit. Është e vërtetë në fakt, edhe është një nga qëllimet kryesore që ka Wolt dhe DoorDash, është kompania mëm, është se si të zhvillojmë teknologji në interes të komunitetit, qoftë të konsumatorëve, të individëve, po edhe të bizneseve. Cilat palë përfitojnë më shumëti? Përfitojnë bizneset, përfitojnë konsumatorët, e pragut të fundit, kështu që përfitojnë nga vetë shërbimi, përfiton vetë Wolt dhe udhëheqësit nga ta, apo është një cikël që secili e ka benefitet e veta? Unë do thoja që është një ekosistem I tërë që përfiton. Wolt është ajo platforma që e mundson këtë ekosistem, po themi, që të funksionojë siç duhet. Nga një anë është konsumatori që përfiton dhe plotson një nevojë, të pasurit një produkt, qoftë ushqim apo supermarket apo me radhë, duke pasur këtë produkt sa më shpejt në dorë, sepse sot jemi në kohën e instant gratification, që njerëzit kërkojnë kënaqësi të menjëhershme dhe të shpejtë dhe kërkojnë që ta kenë çdo gjë sa më shpejt në dorë. Nga krahu tjetër është biznesi I cili kërkon që të rrisi pjesën e volumit të shitjeve, të rrisi numrin e klientëve dhe target grupin. Dhe në fund fare është vetë ekonomia e vendit, sepse duke pasur më shumë konsum, duke pasur më shumë shitje, ka më shumë qarkullim, ka formalizim të ekonomisë, më shumë taksa dhe më shumë punësim për vendin, domethënë është win-win në çdo drejtim.
Kur jemi te kjo win-win situation, në fakt pjesa e bizneseve, kjo fush me shumë biznese të përfshira, kanë qenë një adresë ndaj jush, apo ju keni qenë një lloj përpjekje për t'i adresuar dhe për t'i treguar përfitimet që mund t'i kenë ata kur pozicionohen në platformën Volt? E mira e vendeve si Shqipëria dhe Kosova, le themi, apo Ballkanet Perëndimor, është kanë qenë të hetura për teknologji dhe për risi të reja. Kjo është gjë e mirë. Dhe qasja ka qenë shumë pozitive, qoftë nga konsumatorët, qoftë nga bizneset, që në fillim kur Wolti u prezantua në treg. Mbaj mend në fillim kërkesa ka qenë aq e lartë nga bizneset për të futur në platformë sa ne nuk përballonim dot me ekipin që kishim, pasi kërkon një impenjim pjesa e fotografive të produkteve, regjistrimi i biznesit në platformë, trajnimi i bizneseve për mënyrën se si duhet të operojnë, por tashmë jemi në rrugën e dur. Janë mbi rreth 1000 biznese të regjistruara në Kosovë dhe numri është në rritje çdo muaj, mbi 150 biznese që regjistrohen. Dhe numri i klientëve është gjithashtu në rritje, ekosistemi është duke funksionuar siç duhet. E përmendet numrin e lartë, 1000 biznese tashmë të pozicionuara në platformën Volt. A ka ndryshuar këtë pjesën e konkurrencës nga ideja kush e ka produktin më të mirë tek ajo se kush është më i dukshëm në platformë? Do thoya që e bën pak më të drejtë konkurrencën midis bizneseve, sepse platforma online i jep mundësinë konsumatorit që vetëm me një scrolling, me një lëvizje të gishtit, të krahasoj bizneset me njëri tjetrin, qoftë të krahasoj produktet, të krahasoj çmimet dhe të provojë edhe cilësinë. Brenda platformës, bizneset klasifikohen edhe me rating nga vetë konsumatorët, që do të thotë një përdorues, mbasi e ka provuar një produkt apo një shërbim të biznesit, bën edhe vlerësimin përkatës. Dhe konsumatori tjetër që futet më pas shikon edhe vlerësimin paraardhës të biznesit për të kuptuar nëse ky është biznes që ofron shërbim dhe cilësi më të lartë se sa një tjetër e kështu me radhë. Kështu që konkurenca brenda platformës do thoya që është akoma më e drejtë se sa ajo që ne shikojmë kur ecim rrugëve dhe mundohemi që të bëjmë krahasimet midis një biznesi dhe tjetër. Themi një biznes i vogël vendos sot i bashkohet platformës Volt, bëhet biznesi 1001 dhe më tutje. Çfarë do të jenë përfitimet e atij biznesi? Qysh në përshtypjet e para, themi në ato ditët e para kur është pjesë e platformës? Po, një gjë që dua të theksoj është që bizneset për të bërë pjesë e platformës Volt nuk kanë asnjë kosto. Domethënë çdo gjë mbulohet dhe ofrohet nga Volt. Në rastin e përfitimit, ka vetëm përfitime, do thoya, sepse dhe sa mund të përfitojë një biznes, kjo varet nga vetë biznesi. Se si ata menaxhojnë pjesën e produkteve, se si menaxhojnë pjesën e cilësisë, se si menaxhojnë pjesën e kohës në platformë, kur janë online dhe kur nuk janë online, për sa kohë përgatisin porosin produktin e tyre, e tjera me radhë. Që do të thotë, ka vetëm përfitim. Sa mund të përfitojnë? Mund të them që shumica e bizneseve që janë në platformë i kanë tejkaluar pritshmëritë. Kanë pasur pritshmëri të tjera dhe janë shumë herë më lart nga ç'prisnin. Cili është shembulli i suksesit me të cilin ju krenoheni edhe që ja ka dalë fare mirë, që të jetë jo vetëm i pozicionuar, por që të ketë rezultatet konkrete dhe reale? Unë mendoj që suksesi më i madh i një platforme si Volt është feedbacku pozitiv që merr nga klienti fundor, po qoftë edhe nga bizneset. Sot që flasim, numri i klientëve është në rritje dhe vetëm rritje, është progresive, madje është e vështirë që të përballohet volumi i porosive në rritje nga muaj në muaj. Nga ana tjetër, feedbacku është shumë pozitiv. Pse e them? Sepse klientët rikthehen, që do të thotë nëse një klient deri dje mund bënte 2 porosi në javë, ne shikojmë tani që numri është rritur në 3, 3.5 mesatarisht e kështu me radhë. Që do të thotë fakti që klientët e përdorin akoma më shumë çdo ditë, do të thotë që janë të kënaqur me shërbimin. Kjo është arritja më e madhe, do thoja unë, për çdo biznes në çdo industri. Nga ana tjetër, bizneset janë duke investuar akoma më shumë, duke pasur staf të dedikuar për platformat dhe deliveryt online. Kjo do të thotë që edhe bizneset janë të kënaqura me bashkëpunimin dhe me faktin që kanë rritje të shitjeve, kanë
arrin më shumë klient nga që mund të arrin me pikën fizike. Në momentin që e përmendim fjalën Volt, menjëherë na asocion me fjalën delivery, pra shpërndarje të shërbimeve, produkteve e të tjera. Si mund të kuptohet për te i kësaj? Si mund të shpjegohet audiencës që tash po na ndjek për te i kësaj? Praktikisht është në pamje të parë është një gjë shumë e thjeshtë. Është një platformë që të mundson transportin e një produkti nga një biznes tek një individ. Por në ekosistemin përkatës, në background, është goxha komplekse nga ana teknologjike, sepse kërkon krijimin e 3 sistemeve, platformave ndryshme, një për konsumatorin, një për ekosistemin e korrierëve dhe një tjetër për bizneset. Janë 3 platforma ndryshme që janë të sinkronizuara me njëra tjetrën, që punojnë në mënyrë pothuajse perfekte, që mundsojnë, po themi, këtë dërgesën e porosive sa më shpejt te konsumatori, që sot që flasim ka shkuar nivelin e 25 minuta mesatarisht. 25 minuta. Kjo ndodhet në Kosovë dhe në Shqipëri? 25 minuta është për Kosovën dhe diku ke 28 minuta në Shqipëri. Cilët mund të jenë faktorët përveç trafikut të dendur, apo vetëm kjo është? Trafiku është më shumë relativ, po themi, për pjesën e automjeteve. Ne përdorim shumë korrierë që përdorin motocikleta, bicikleta, që e shmangin trafikun. Prandaj edhe konsumatori mezi pret, po themi, dhe përdor platformën shumë sepse delivery është shumë i shpejtë. Ka ndikuar kjo edhe në anën e vizibilitetit të emrit të kompanisë, jo pse nuk është e njohur botërisht, por po flasim për një ekonomi e cila është në zhvillim e sipër, siç është kjo e Kosovës dhe e Shqipërisë, dhe flasim vetëm për 2 vite pozicionim në tregun tonë. Ka ndikuar që gjithkund i shohim ato motocikletat, Volt gjithandej, është e pamundur ta kalojmë ditën të mos i shohim së paku 5, 6, 7 prej tyre. Nuk ka ngelur besoj njëri që se ka përdor Voltin akoma, bëj shaka, por ndikon patjetër. Domethënë nga ana e brandit, vizibilitet ndikon patjetër. Por nuk është kjo qëllimi, ose më saktë, nuk është kjo mënyra se si Volt kërkon që të stabilizohet si brand në treg. Më shumë është word of mouth marketing, që do të thotë nga një konsumator tek tjetri të ndajnë eksperiencën që kanë pasur me Volt. Nëse ti si konsumator je e kënaqur me shërbimin, absolutisht do ta rekomandosh tek familjarët e tu, tek miqtë e tu. Dhe kështu edhe me bizneset, nëse bizneset janë të kënaqur me shërbimin që marrin, do ta rekomandojnë tek bizneset e tjera. Dhe Volt nuk është se investon shumë tek pjesa e marketingut, le të themi, sepse fokusi është që investimi të jetë tek eksperjenca e klientit. Një shembull që ju bën krenar të një biznesi i cili ka qenë ndoshta duke operuar në mënyrën tradicionale, dhe në momentin që ka vendosur ti bashkohet këtij rrugtimi të platformës Volt, ka shpërthyer, themi, me të hyrat e tyre. E din një shembull konkret që edhe neve na bën ndihemi mirë? Ka shumë raste të tilla. Unë do të thoja një rast specifik që unë kam pasur kontakt vetë. Ka qenë një djalë që kishte hapur një fast food me burgers, me burgera, dhe ishte në prag falimenti. Ishte duke e mbyllur biznesin sepse nuk po përballonte dot pjesën e kostove të qeras, të punësimit, të stafit, dhe ishte në vendimarrje për ta mbyllur, dhe në të njëjtën periudhë më tha që u prezantua Voltin treg, kur u fut për parë në Kosovë, u bë pjesë e platformës dhe niveli i shitjeve u pesfishua. Domethënë praktikisht brenda 3 muajve të parë ai pesfishoi volumin e shitjeve të biznesit dhe më ndryshoi, tha, komplet vendimarrjen edhe trendin që kisha, sepse isha në prag të mbylljes biznesit, kurse tani kam punësuar 2 fishin e numrit punonjësve, nga 3 i kishte bërë 6. Dhe kishte investuar edhe për zgjerimin e ambientit, për të krijuar një kuzhinë të re, vetëm për pjesën e deliveryt. Kur jemi tek ndikimi i platformës Volt tek bizneset, nuk është vetëm ky aspekt, është gjithashtu aspekti i punësimit. Ka shumë të tillë të cilët e duan fleksibilitetin, dhe Volt është gjithmonë aty pranë për t'u ofruar, por ka edhe skeptik që thon stabiliteti, qëndrueshmëria e një pozicioni të punës, siç është thjesht në Volt. Si shihni ju si drejtor? Unë them që Volt krijon mundësi punësimi të dyja aspekteve, qoftë part-time, qoftë me kohë plot.
Në qoftë se do t'i referohemi ekosistemit të korrierëve, sot në Wolt, Shqipëri dhe Kosovë bashk janë mbi 1500 korrierë të regjistruar, të punësuar, në një profil pune që mund të jetë fleksibël, që do të thotë nëse dikush ka për të kujdesur për fëmijët paradite, për t'i çuar në shkollë apo në kopësht e me radhë, ai mund të punojë fleksibël vetëm gjatë orarit drekës, apo mund të punojë vetëm mbas dite, dhe këtë mundësi ta jep, po themi, profili i ekosistemit të korrierëve. Ndërkohë, kemi pjesën e të punësuarve në për biznese. Duke rritur volumin e shitjeve, bizneset kanë mundësi që të punësojnë më shumë. Kanë nevojë që të punësojnë më shumë staf dhe rrjedhimisht do të ketë më shumë vende pune, qoftë në bizneset retail, qoftë në për restorante, dhe këto do të jenë punë me kohë të plotë. Dhe kështu me radhë, përveç pjesës tjetër që Wolti gjithashtu ka investuar duke pasur dhe një staf, po themi, me kohë të plotë në Shqipëri dhe në Kosovë bashkë, që janë shumë të kualifikuar, që gjithashtu përfitojnë shumë nga know-how dhe eksperienca në një kompani ndërkombëtare, me platforma që janë të nivelit elit në përbot, siç mund të jetë pjesa ChatGPT, Workday, Slack, Google Package e gjitha me radhë. Janë platforma të cilat kërkojnë investim nga ana e kompanisë për punonjësin. Si është një ndryshimin e demografisë në Kosovë dhe në Shqipëri në aspektin e punësimit? Kush janë më të zot? Unë do ta nis me një fakt interesant që lexova në Bloomberg, që thoshte papunësia në Kosovë nga nivelet rreth 50% ka kaluar në nivelet nën 20% brenda 3 viteve të fundit. Dhe një nga kontribuesit kryesor ishin kompanitë në fushën e teknologjisë dhe informacionit. Jam shumë krenar që jam pjesë e një kompanie të tillë që është në këtë industri dhe që ka kontribuar për pjesën e punësimit në të dyja vendet. Kur jemi tek ndarja midis gjinive, jo pse dua ta bëj atë klasifikimin, por themi se ndoshta gjinia mashkullore, sidomos tek shpërndarësit ose korrierët, dominon këtë pjesë. Kemi edhe femra të involvuara në këtë sektor? Ka, po janë shumë pak, sepse vetë nga vështirësia dhe nga lloji i punës, do thoja, kërkon që të sakrifikosh pak dhe fizikisht është goxha më vështirë si punë, sepse nuk po flasim vetëm për shpërndarje në ditë me diell dhe në kohë të ngrohtë, po flasim për ditë vështira që janë me shi, me dëbor, me temperatura shumë të ulta, dhe kjo e bën domethënë pak të vështirë si rol. Dhe është një nga, po themi, grupet dhe që ne investojmë shumë dhe Wolti kujdeset shumë, sepse janë ata që mundsojnë këtë ekosistem që të jetë gjallë dhe konsumatori fundor të jetë i kënaqur me shërbimin. Megjithatë, trajnimet, shkëmbimet e eksperiencave, paga, benefitet e ndryshme janë pjesë meritore të kësaj sakrifice që ata e bëjnë apo jo? Absolutisht, absolutisht. Unë do thoja që shumë persona kanë ndryshuar profesion duke kaluar si korrier të Wolt, vetëm për fleksibilitetin që të ofron, po edhe për pjesën e benefiteve financiare. Pra një menaxher projekti pasdite mund të jetë shpërndarës në Wolt. Absolutisht ka shumë. Ka shumë. Ka shumë shembuj të tillë. Po, ka shumë shembuj të tillë, madje unë kur jam bashkuar në fillim, ishte një nga rekomandimet që i jepja shumë njerëzve rreth e qark, që i thoja, shiko se nëse ti je i pakënaqur me të ardhurat që ke sot, ke fleksibilitet që punosh vetëm 2 orë, 3 orë në ditë, çdo ditë javës e zgjedh vetë se kur mund punosh, edhe ke të ardhurat shtesë, shumë e thjeshtë. Konsumatori është gjithmonë ai që e jep përshtypjen menjëherë me të marrë produktin në duart e tij apo të saj. Por pastaj po të njëjtat komente përcjellen tek shpërndarësi. Shpërndarësi sigurohet që këto komente ti përcjell po ashtu tek përgjegjësit e tij apo të saj në mënyrë që pastaj të merret ai koment parasysh edhe të shërbej pse jo për përmirësime të vazhdueshme të platformës, por edhe të shërbimit në përgjithësi. Unë do thëja kjo është një nga pikat e forta që ka platforma Wolt dhe DoorDash. Praktikisht duke pasur 3 sisteme të ndryshme, një platformë për konsumatorin, për një platformë tjetër për korrierët, secili prej palëve mund të japi feedbackun e vet në platformë, sa herë për çdo porosi apo për çdo herë që ata konstatojnë diçka që është siç duhet apo nuk është siç duhet. Qoftë për feedback pozitiv, qoftë
feedback negativ apo konstruktiv. Dhe duke qenë e tillë, ndër vite, Wolti e ka absorbuar këtë input, këtë feedback, dhe e ka rikthyer duke përmirësuar shërbimin çdo ditë apo çdo javë, çdo muaj. Dhe kjo është një nga gjërat që e bën platformën që të përmirësohet, pa feedbackun, pa përshtypjet e konsumatorëve apo të kurrierëve, nuk do të ishte këtu ku është sot. Kur jemi tek suksesi i një rrugtimi, padyshim se pjesë e kësaj janë edhe sfidat. Po. Cilat i keni hasur sfari, themi, edhe ato përfshirë ligjore, pse jo në mënyrë që platforma të jetë sa më e dëpërtueshme, jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri dhe në vendet e tjera, por cilat kanë qenë sfidat të cilat i keni hasur qysh në fillim. Po, nga ana ligjore edhe financiare ka pasur sfida nga më ndryshme, duke qenë se të dyja shtetet, edhe Shqipëria dhe Kosova, aspirojnë afatgjatë që të përshtaten dhe të integrohen në Bashkimin Evropian, po ndërkohë ligjet dhe praktikat nuk janë ende aty. Domethënë jemi duke i zhvilluar rishtazi, po themi si vende të dyja shtetet. Dhe kjo ka qenë pak në kontradikt me Woltin që operon me standardet europiane dhe disa prej ligjeve nuk janë akoma të përshtatura dhe në çështje teknike, operacionale ka qenë pak e vështirë për shtatja në fillim. Nëse mund të them një gjë që lidhet po them me sistemin e kurrierëve është që duke mos pasur në kulturë brenda Kosovës qarkullimin me motora apo me mjete po them me dy rroda dhe licencat që ofroheshin nga institucionet përkatëse jepeshin një herë në 2-3 muaj. Dhe po themi kurset dhe provimet për kurrierët, për motoristat, për licencën e motorit bëheshin një herë në 2-3 muaj, ndërkohë që Wolti u fut me një ritëm shumë më të shpejtë, me një kërkesë shumë të madhe dhe kërkoheshin që të bëheshin on board kurrier me licenca të reja çdo javë. Nga 10-15 çdo javë, ndërkohë institucionet tona nuk ishin përgatitura për këtë. Kjo ishte një barrierë që kemi pasur në fillim, po që me mbështetjen e qeverisë dhe institucioneve përkatëse e kemi zgjidhur. Për një biznes që ende nuk i është bashkuar Wolt, si është procedura, na tregove që është fare e thjeshtë, përfitimet janë të shumë fishta, por ti sillim ato edhe një herë në kujtesë se si është procedura për t'ju bashkuar platformës. Unë do thoja mesazhi kryesor është shumë konsumator po presin që ta provojnë produktin dhe shërbimin tënd si biznes. Kështu që kjo është një platformë që targeton konsumatorë të cilët biznesi nuk mund t'i arrijë dot vetëm me një pikë fizike që ka. Domethënë nëpërmjet platformës hap dyert për të arritur shumë më shumë klientë të tjerë. Kështu që sa më shpejt të bëhet pjesë e platformës, sa më shpejt të përshtatet me mënyrën e operimit të platformës dhe ta promovoj dhe të krijoj bazën e klientëve të vet, aq më mirë do të jetë për bizneset afatgjatë. Nga 1 tek 10, si e cilësoni ju personalisht që e keni gjetur vizionin e Wolt në realizim e sipër? Unë do thoja është mbi 10. Mbi 10? Mbi 10 sepse është pikërisht ajo që vizioni dhe misioni i Wolt është pikërisht ajo që ofron dhe që mundson sot në treg, qoftë për konsumatorin fundor, vën në dispozicion teknologjinë, e vën në dispozicion të nevojës së konsumatorit, të nevojës biznesit, të rritjes së biznesit, të zhvillimit të ekonomisë dhe ka vetëm impakt pozitiv. Si ishin atëherë pas 5 vitesh Wolt? Çfarë suksesi e pret në vitet në vazhdim? Duke qenë një kompani në fushën e teknologjisë, do thoja që do të vi me risi të reja dhe me zhvillime të reja, që do thotë përveç shërbimit delivery, do të ketë edhe shërbime tjera që do të ofrohen nëpërmjet platformës. Tani është pak herët që unë të flas për këto shërbime, por konsumatorët do të shikojnë gradualisht edhe këto do të prezantohen në muajt edhe në vitet në vijim. Ndërkohë, një gjë mund të them që platforma Wolt nuk është më thjesht delivery i ushqimit, por të mundson delivery të çdo produkti, qoftë supermarket, farmaci, produkte teknologjisë, nesër pas nesër do të ketë edhe veshjet përfshira në platformë,
është si një mini qendër tregtare që ti e mban me vete në xhep kudo që je. Praktikisht në Kosovë dhe në Shqipëri duket se po ka shumë sens dhe ne e përjetojmë këtë çdo ditë. Absolutisht. Mirë, me që jeni nga fusha e telekomunikimit, unë besoj që kontributi juaj është edhe në aplikacion. Në pjesën e sugjerimeve, përditësimeve të tjera që vazhdimisht janë të nevojshme. Risitë e tjera do t'i lëm në një podcast radhës apo do t'i shfaqim tani? Besoj që do na duhet një podcast tjetër i radhës edhe më i gjatë për të folur për gjitha shërbimet e reja që Wolt edhe DoorDash po prezantoni në nivel global, le të themi. E mira e këtyre platformave, do thoja unë, për shtete si Shqipëri dhe Kosovë, edhe Ballkanin Perëndimor, është se nëse para disa vitesh apo para shumë vitesh teknologjia ka qenë avantazh i shteteve të zhvilluara, sot me këto platforma globale, çdo gjë e re që prezantohet në një shtet të zhvilluar, automatikisht, paralelisht në të njëjtën kohë prezantohet edhe në për shtetet siç janë Shqipëria, Kosova apo pjesa e Ballkanit. Në këtë pjesë të fundit të këtij episodi të parë të podcastit ton, do dëshiroja të ndaleshim tek një rubrikë e cila quhet Mit apo e vërtet dhe ju na tregoni se cili është ai mendimi i parë që ju shkon ndërmend. Mit apo e vërtet? Njerëzit në Wolt hanë më shumë fast food se sa më parë? Njerëzit duan diçka të shpejtë dhe vetë nga emri fast food do thotë që ajo është në krye të listës, sepse kur futen në platformë janë të uritur, individi është i uritur, mezi pret që ta ketë porosin në dorë, kështu që fast food është në krye të listës. Mit apo e vërtet, një restorant mund të rrisë shitjet pa rritur cilësinë vetëm duke u pozicionuar mirë në aplikacion? Është e pamundur. Është e pamundur. Praktikisht një biznes i rrit shitjet kur klientët janë të kënaqur me shërbimin, nuk i rrit shitjet sepse ka marketingun siç duhet. Mit apo e vërtet, në ekonominë e platformave, marketingu është më i rëndësishëm se vetë produkti? Tham pak më përpara që Wolti praktikisht nuk investon në marketing, por investon kryesisht në eksperiencën e klientit edhe në produktin që ofron. Mit apo e vërtet, shpërndarësit e njohin qytetin më mirë se vetë Google Maps? Po të flasim për Prishtinën, do thoja po. Qoftë për Prishtinë. Po, edhe Prishtinë, edhe Ferizaj dhe Prizren, ku ne jemi prezent, po themi me platformën e Woltit, janë korrierët që e njohin më mirë vendin dhe gjitha rrugicat se sa Google Maps. Me Google Maps disa herë që unë e kam provu, më shumë më ka ngatru se sa më ka ndihmu. Do të ketë besoj zgjerim edhe në qytetet e tjera, të mos humbetet hatri për gjithë atyre që po na ndjekin nga qytetet e tjera të Kosovës. Po presim edhe qytetet e tjera brenda vitit aktual. Mit apo e vërtet, të qenit i dukshëm në platformë është të njëjta gjë sikur të jesh i suksesshëm? Po deri diku po, sepse platforma nga një anë krijon edhe familiarizimin e brandeve për konsumatorët. Ti si konsumator kur futesh në platformë dhe shikon bizneset me radhë dhe provon një produkt nga një biznes i caktuar, mund të jetë për herë të parë që shikon atë biznes, atë brand. Nuk të ka rastisur që të kalosh tek ajo rrugë aty ku ka dyqanin biznesi, por nëpërmjet platformës familiarizohesh me brandin, me produktet dhe automatikisht rrit, po themi, awareness. Apo na një algoritmi i platformës Wolt më mirë se sa njerëzit tonë të afërt për shihet personale që i kemi? Për shihet edhe mundet, nuk është çudi. Atë të mirë që të ofron Wolti tani është edhe pjesa që mundesh që të bësh dhurata për njerëzit e afërt dashur apo të bësh porosi për njerëzit e afërt dashur. Një rast që më kujtohet nga një mik i imi që jeton jashtë Shqipërisë, ai rregullisht bënte porosi të supermarketit pazarin e javës për nënën e tij dhe ja dërgonte nëpërmjet platformës Woltit. Domethënë, ai ndodhet në Gjermani, bënte porosin në supermarket dhe të jomës nënës vet i shkonte nga korrieri deri tek dera shtëpisë. Sa e bukur që Wolti shkrin të gjitha distancat. Absolutisht. Mit apo e vërtet, hyrja në një platformë si Wolt garanton rritje për çdo biznes? Do thëja po, sepse këto janë shitje shtesë për çdo biznes, kështu që absolutisht është rritje. Dhe e fundit, platformat na kanë mësuar të porosisim ushqim dhe tani gatimi duket sikur sport ekstrem? Është pak e vështirë, po nga ana tjetër kush nuk do që ti ketë gjërat gati. Domethënë krijon më shumë kohë për veten,
për familjen dhe për impenjimet, sepse njerëzit sot janë shumë të angazhuar, shumë të zënë, dhe jo për gjithë gatimi është pasion. Le ta themi këtë. Për disa mund të jetë vështirësi. Për fund fare, kemi harruar diçka pa cekur? Unë e shijova shumë, ishte kënaqësi, dhe mendoj që pak a shumë ne folëm për gjithë ekosistemet dhe si funksionon platforma dhe çfarë presin konsumatorët. Mendoj që tek takimi i radhës duhet ta fokusojmë vetëm tek zhvillimet e reja, pasi ka shumë gjëra të reja që do të lançohen. Unë ju falenderoj shumë sot për prezencën dhe shpresoj që edhe ata që po na ndjekin ta kenë shijuar këtë bisedë. Faleminderit ty për kohën. Kaq për këtë epizod, do të shihemi sërish javën tjetër. Mirëmbëjtje.